Një aksident i rënd ajror ka ndodhur në Arabinë Saudite, ku një helikopter i kompanisë shtetërore të naftës Aramco u rrëzua në zonën e Ras Tanurës, në bregun lindor të vendit, duke lënë pas 14 viktima. Lajmi u konfirmua nga Agjencia Shtetërore Saudite e Lajmeve, e cila bëri të ditur se të gjithë personat që ndodheshin në bord humbën jetën. Deri më tani, nuk janë bërë publike identitetet e viktimave, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Të dhënat nga platformat e monitorimit të fluturimeve tregojnë se helikopteri ktheu një kthesë të fortë pak çaste para se sinjali i tij të humbiste. Ende, nuk dihet nëse rrëzimi është shkaktuar nga një defekt teknik, faktor atmosferik apo ndonjë shkak tjetër. Ngjarja ndodhi në një moment të rëndësishëm për industrinë energjetike saudite. Vetëm 2 ditë më parë, Aramco kishte rifilluar ngarkimin e naftës në terminalin e Ras Tanurës, pas 4 muajsh ndërprerje të shkaktuar nga tensionet e konfliktit në lindjen e mesme. Arabia Saudite, eksportuesja më e madhe e naftës në botë, po përpiqet të rrisë eksportet e saj, ndërsa situata në rajon duket se po stabilizohet pas sinjaleve për një marrëveshje paqe me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit. Rrëhapja e ngushticës së Hormuzit për trafikun detar ka nxitur vetët prodhuesit e naftës dhe gazit në rajon të shtojnë prodhimin dhe eksportet, pasi kjo rrugë ujore mbetet një nga arteret më të rëndësishme për tregtinë globale të energjisë. Ndërkohë, hetuesit pritet të analizojnë të dhënat e fluturimit dhe provat nga vendi i ngjarjes për të zbardhur rrethanat e sakta të kësaj strategjie, e cila ka tronditur sektorin energjetik saudit.